Një aksident i cili mund të përfundonte tragjikisht është regjistruar këtë të hënë në aksin rrugor Klos Burrell në fshatin Suç. Një automjet tip Benz u batua disa herë në rrugë, por për fat të mirë nuk pati viktima. Në automjet mësohet se udhëtonin 2 vajza të cilat ishin duke udhëtuar në drejtim të Burrelit. Nga raporti paraprak mësohet se njëra nga vajzat e cila ka qenë drejtuese e automjetit ka humbur kontrollin e këtij të fundit e përpasoj ka përfunduar në kanalin ansor të rrugës e më pas është përplasur me një bordur që përdoret nga banorët e zonës për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Pikërisht në këtë moment dyshohet se automjeti është batuar disa herë për të ngecur më pas gjysma në kanal e gjysma në rrugë. Kanë qenë kalimtarët e rastit ata të cilët kanë bërë të mundur nxjerrjen e 2 vajzave nga automjeti që më pas janë transportuar drejt spitalit të Burrelit. Sipas bluzave të bardha të këtij spitali, të 2 vajzat janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor mbërriti në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e vërteta të aksidentit. Ndërkohë, sipas uniformave blu, të rejat punonin në një agjenci për surpriza në rast të gëzimesh familjare dhe po shkonin tek një event i tillë.